Udhtimi në Amerikë. Apeli ambasadës së Shtetit Bashkuar në Shqipëri. Shmangni agjensitë e vizave. Ambasada e Shtetit Bashkuara në Shqipëri ka angazhuar një fushatë sensibilizuese për një udhtim të rregullt në Amerikë. Madje ambasada këshillon që për të marrë një vizë duhet të aplikoni online me një kosto prej $185 dhe jo përmes agjensive të cilat marrin $700. Gabimet, thot ambasada, duhet të çojnë në refuzim të aplikimit dhe dhënia informacionit të rrem mund të parandalojë udhtimet tuaja në të ardhmen. Mos u mbështetni tek një agjenci për plotësuar saktë aplikimin tuaj. Gabimet mund të çojnë në refuzim të aplikimit dhe dhënia informacionit mund të parandalojë udhtimin në të ardhmen. Mbroni veten dhe dhënat tuaja ndërsa kur sjellni para, shmangni agjentin e vizave dhe aplikoni vetë online për një vizë amerikane. Mos harroni, Ambasada e Shtetit Bashkuar është i vetmi burim zyrtar i informacionit për vizat e Shtetit Bashkuar në Shqipëri dhe ne ofrojmë këtë falas thuhet në njoftimin e ambasadës.